flaut, edhe universitetin, dhe me qënë se në 99 ishte pak jo shumë e volitshme koha për mua dhe për bashkëshortin tim austriak në atë kohë. Që e njohë në Shqipëri? Që e njohë në Shqipëri. Si e njohë? Nga miqtë e përbashkët. Në fakt, ka që një kafe e vogël, kafe Fontana, tek piramida, ke cepi piramides. Dhe ne në atë kohë kishim shtëpinë tek rruga Elbasanit. Pra që të shkoja në fakultet, unë duhet kaloja ke Fontana për të pirë kafen, dhe aty jemi njohur. Në fillim ishte një jo love at first sight, po një hate at first sight, sepse të dy treguam atë arrogancën, unë të labit ai të Vjenezit. Po takimi i dytë ishte i këndshëm pastaj dhe më pëlqente shumë fakti që takoja dikë që e para fliste anglisht. Në atë kohë nuk është se kisha shumë mundësi ta flisja anglishtën shumë. Më pëlqeu fakti që Wolfi njifte muzikën shumë. Në atë kohë unë jepja koncerte dhe më pyeste shpesh çfarë vepre po luaj kur është koncerti radhës. Sigurisht e një gjë shumë ndryshe nga ajo kohë. Ai punonte shumë mirë. Wolfi jepte mësim në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në atë kohë. Në Tiranë dhe në Elbasan, në fakt, punonte për të dy ambasada, dhe për gjermane dhe për austriake, dhe jepte histori dhe gjeografi gjermane. Dhe në 99-ën, pastaj me qënë se u bë vërtet mbytëse, sinqerisht, ti e di se si ishte Shqipëria në atë kohë, dhe vendosa të studoja diçka tjetër, më thënë, unë do kisha dëshirë të vazhdoja dhe me artet, por më ka pëlqyer gjithmonë filozofia. Në shtëpi çfarë thoshin te Pelenasit e tu, që po lidheshe me një tuaj? Nuk ishin shumë dakord. Si ishin? Nuk ishin shumë dakord. Nuk ishin fare dakord. Megjithatë mua më vjen shumë mirë që prindit e mi kanë një marrëdhënie të shkëlqyer me Wolfin sot. Dhe kam përshtypjen se është nga dhëndurët e pakët që merr avionin dhe vjen në Tiranë dhe rri 10 ditë vetëm me prindit e mi, ndërkohë që unë vazhdoj punën në Vjen. E merr malli për Tiranën dhe për Shqipërinë. Dhe e njeh Shqipërinë më mirë se unë, për këtë jam e sigurt. Sa bukur. Kështu që rrezika ai mund të jetë personi që thot në shtëpi një ditë ne do jetojmë në Shqipëri. Do ta bënte me kënaqësi, po pret që dal dhe unë në pension, sepse Wolfi ka dalë në pension. Dhe e kemi vetëm do blejmë një shtëpi në Vlorë apo do blejmë një shtëpi ke Mali Ropit, domethënë ku do blehet shtëpia që ti. Po patjetër në Vlorë, patjetër. Është më afër te Pelenës. Më afër te Pelenës. Nëse i me bi, kur jemi diku në një hotel jashtë, thotë s'është gjë, mua më pëlqen vetëm ai hotelit e Pelenës. Ke u i ftohtë. U i ftohtë. Vetëm ai thot. Të drejtë ka. Të drejtë ka. Kështu që kjo është e çuditshme se si thellë në thelb ne ngelemi me shtëpi. Shkojmë tek rrënjët. Unë shtëpi në Vjen e kam brenda qytetit, në fakt pa një nga lagjet e qytetit, por jemi në buzë të pyllit të Vjenës, pra Vina Valt që janë kushtuar shumë valse e gjëra. Ja, këtu jam në Vina Valt për shembull me Kle. Shok apo shoqe? Shok. Kle është qeni jon. Sa i mirë. Qeni i pari jetës time. I pari, ja? Po sigurisht, sepse ne nuk ishim mësuar që të marrim kafshë në shtëpi. Ishte një surprizë nga ime bi dhe nga bashkëshorti. Në fillim sigurisht që reagova negativisht, sepse e pa mësuar me kafshët, dhe tani i kërkoj falje gjithmonë, sepse nuk ka dashuri më të madhe. Nuk ka dashuri. Erdhi për ty apo për gocën qenin? Jo, e bleu Deja qenin, por sigurisht tani që Deja ka dalë më vete në shtëpi me qëra, qenin më ngeli mua dhe Wolfit, jam e kënaqur. Jam shumë e kënaqur. Këtu jemi diku 20 minuta nga shtëpia jon, lart në pyll. Është një pellg i vogël në fakt, nga mbrapa që neve na pëlqen dhe unë përpiqem ta mbaj sepse Kle gjithmonë tenton të futet në ujë dhe pastaj kuptohet se sa pis bëhet megjithatë Sa vjeç është? Kle është 10. Kle në shqip do thotë tërfil. Tërfil. Po, dhe ime bi e vendosi ta quaj Kle, sepse është në gjermanisht e thon Glücksbringer, pra ai që sjell fat sjellsi. Dhe është pak e vështirë kur a themi njerëzve Kle, sepse është me 2 e. Nuk e di as sjellin, po dashuri sjellin shumë. Pafund. Jashtëzakonisht. Pafund. Domethënë ajo kënaqësia që të kthehesh në darkë në shtëpi dhe ai të pret ke dera dhe tund bishti në momentin që dëgjon që mbyllet dera e makinës. Fëmijët s'ta bëjnë. Jo, askush më. Presin që do hysh brenda çka ke bërë për darkë, çka do sjellësh. Sa i pret. Dhe mbi të gjitha të forcon durimin, të bën të duash diçka ose dikë pa kushte fare, të jep dashuri pa kushte, nuk kërkon asnjë gjë dhe
dhe kur të shikon të mërzitur, vjen të ulet aty afër, sikur më vjen përqeshur sepse mami më thot ndonjëherë, po Kle, pse nuk flet më të keqe nëna, se unë nuk do dilja nga shtëpia po të flisje ti. Ja, është vërtet. Mua më ndodhi tani me qenin dhe unë për herë të parë erdhi për gocën dhe me mua, dhe ndërsa unë humba mamin dhe bashkë me motrën ishim në shtëpi, ajo jeton jashtë, dhe ne të dyja ishim atë ditë mbas farimit të trishtuara pafund. Të trishtuara dhe të humbura. Qeni im u dehidratua me njerë nga stresi më thamë pas dhe u lëshua dhe vetëm thamë se iku. Sepse qeni e ndjen ka një ndjesi shumë të fortë, edhe sidomos kur personi që ka lidhjen më të afërt alfa, që quhet në gjuhën e qenëve, nuk është mirë, qeni e ndjen me njëherë atë energjinë e brendshme. Dhe madje qeshëm sepse mu deshta qoja, unë u bëra gjithashtu keq dhe me njerë në stomak e kemi në stresin, mora pantoprazol, dhe qeni t'i thanë pantoprazol, edhe më thanë më përdori u marë. Dhe qeshin në shpinë thanë, e ke dhe qeni si vetja tani, stresin e ke nga stomaku, të dy. Po, thonë që qeni i ngjan shumë personit. Unë fillova duke pash vetën sot duke u përpjekur të vras mendjen çfarë duhet jap në një që me se t'ja jap që ta haja atë pantoprazolin. Dhe këtë thash me vete, sa e çuditshme është jeta me kafshët, sidomos për një njerëz që nuk i ka pas frikë, jo dashur. Unë kam qenë frikacake, domethënë. Po sepse jemi mësuar vetëm me qenë të rrugës që kishin frikë se na kafshonin. Të edukuar nga prindrit që mos ri larg. Pastaj ti e di që ne nga anët tona ne edhe kur shprehim dashurinë themi moj qëne. Sakt. Të dua moj qëne. Sigur të më donin mua sa dua unë qeni do isha shumë e kënaqur. Ta them sinqerisht, le të më thonë qëne. Biles më thonë edhe Klea nga mbrava do isha shumë e kënaqur. Kështu që kjo është jeta që ti bën atje, një jetë me punë, me dashuri dhe me sytë që një ditë do ktheheni këtu. Pra, në Vlorë. Me dëshirën e madhe. Dëshirën e madhe. Çka ka Shqipëria që tërheqen dhe? Më fal, përpara se këtu isha me bashortin weekendin e kaluar ishim në Siçili. Unë dashuroj Italinë, po Siçilia është një mrekulli. Kam qenë 2-3 herë dhe do rikthehem sepse nuk i pam dot të gjitha. Duket që kam qenë shplodhur dhe e kënaqur. Nuk është kjo fytyra ime në një ditë pune, përfundimisht ja. Çfarë më bën të kthehem në Shqipëri? Unë kam thënë herë tjetër, kam përshtypjen se mosha, me kalimin e moshës, më mungon çdo gjë e Shqipërisë. Ndoshta jo kjo Tirana që gjej sot, unë mezi e gjeta studion tuaj, pavarësisht se prindrit e mi e kanë shtëpinë 5 minuta larg. Dhe edhe kur ulem ndonjëherë në taksi, kur më thot shoferi ku do shkosh, i them, më thyeni emër nga Tirana e vjetër, të lutem, se nuk di fare me këtë që po flet. Por shokët, shoqet, familjarët, megjithëse pjesa më e madhe janë larguar dhe gjysha ime festoi 100 vjetorin në tetor dhe e kishte merak të madh ta bënte në dajt dhe ne u mblodhëm një xhaxha erdhi nga Amerika, një tjetër nga Italia, unë nga Vjena. Ishte vërtet kënaqësi dhe domethënë në këto rastet e pakta tani jemi rritur gjithë, nuk kam njëri për tu martuar, si më thën, përveç se fëmijët tan. Po ama miqë dhe shokë dhe shoqe kam plot. Sidomos këto vitet e fundit kam krijuar shumë miqësi edhe me prindërit që kanë sjellë fëmijët tek unë. Unë jam treguar pak e kujdesshme në zgjedhjen e studentëve që kanë ardhur tek unë, sepse duke qenë prind vet unë kam marrë gjithmonë atë përgjegjësinë që je këtu, çfarë hëngre, vajte në shkollë, u ktheve nga shkolla, në çfarë ore u ktheve në shtëpi dhe sigurisht që krijon një lidhje shumë të fortë edhe me familjarët. Kështu që vide takoj edhe këta miqtë e rinj, po edhe miqtë e vjetër. Ti e di që ne muzikantët jemi lidhur që 7 vjeç me njëri tjetrin derisa mbarojmë fakultetin, me shumë prej tyre dhe kam punuar në orkestër dhe na ka ngelur vetëm Tirana tani, që kur do ikësh në Tiranë do vi dhe unë në këtë datë, të takohemi, shpesh takohemi në Vlorë në verë me pushime dhe më mungon ajo buka e vjetër, ajo koha e dikushve që unë jam e sigurt që s'kthehet më siç ishte atëherë, po të paktën ajo shoqëria e pastër, ne nuk kishim asnjë lloj interesi ke njëri tjetri, ishim thjesht shok klase. Për këtë dua të kthehem. Dhe kemi vendosur me një mikun tim që jeton në Itali, nuk e di nëse mund ta them emrin, Genta dhe Liri, që unë i dua me gjithë shpirt. Liri bën shaka dhe thot, ne po kujdesemi për prindit, ai kujdeset prindit e mi shqyr Zotit. Kujdese për njëri tjetrin shumë mirë. Dhe Liri thot, po këta fëmijët tanë që s'kan për bërë gjë për ne, çfarë do bëjmë? Pastaj tha e gjeta. Do blejmë një shtëpi diku në Shqipëri, njëri nuk do dëgjoj, tjetri nuk do shofi, njëri nuk do eci dot.
Do na katosemi me njëri tjetrin, do dalim në rregull në fundit. Tamam, do na katosemi me njëri tjetrin. Në fakt, ku ka më mirë se të kalosh ditët në këto vende si tona, puna e lanë, se ja kanë vënë syrin gjithë tani. Tani kemi rënë në sy shumë. Shiko, problemi është, unë nuk e di Italia, po në Austri nuk lejojnë të shtetësit. Pra, kur mora në shtetësinë austriake, unë u detyrova të hiqja në shtetësinë shqiptare. Pra, unë si austriake, nuk kam të drejtë të kem tokë në Shqipëri. Unë mund të kem apartamente, po jo tokë. Kështu që për mua zaptojnë nuk e zaptojnë për sa kohë ndërtojnë disa shtëpi të vogla që unë mund t'i blej. Po kjo është shumë e vërtet që thuan. Ku po shkon kjo botë? Pyetja e shekullin. Tamam. Megjithatë, ti çfarë më bëri përshtypje diçka në Vjenë shumë e çuditshme në këtë verë, më thanë do ikim në plazh. Okej, dhe unë nisa me idenë që do lahesh ndiku në lumë. Atje vetëm këmbët mund të fusja. Domethënë, gjithë kënaqësia ishte që okej, do vemi këtu, do ham peshkun këtu, atje larg. Ku shkove? Tek Alte Donau. Kushte ajo pjesa e Danubit që e kanë mbyllur deri si liçen, po sigurisht aty. Më tepër e përdorin për të bërë kurse për barkat me vela për fëmijë. Edhe pastaj maksimumi gjës ishte buz Danubit, okej, po rije diku këtu. Domethënë, kjo ishte maksimumi gjës. Pothuajse në qendër është një anije që quhet Moto. Ata e mbushin me rër, kanë disa pishina dhe njerëzit vetëm shikojnë ujin sepse lajnë po në pishinë. Unë mund të, mezi po prisja të ikja. E vetmja gjë që nuk ka vjena është deti. E vetmja gjë që nuk ka vjena është deti. Megjithatë ne kemi Italinë afër, kemi Kroacinë afër. Që është gjë e madhe. Po. Dhe çfarë që ne e kemi. Dhe kjo më ndodh gjithmonë çuditërisht që sa më shumë shoh, aq më shumë e dua vendin tim. Do të thënë sa më shumë shikoj, aq më shumë shoh çfarë vendi kemi. E ke fjalën për natyrën? Edhe njerëzit, po ta gjesh Ana nuk janë të këqij. Jo, absolutisht janë. Jo. Por problemi ke ne është e pakënaqësitë që kemi ndaj vetes, ndaj vendit, ndaj politikës, ndaj Po pyetja është Dina, njerëzit kanë pakënaqësi dhe shumë të drejtë që kanë pakënaqësi, por çfarë bëjnë për këto pakënaqësi? Sepse të rrish në vend si ujë ndonjur dhe vetëm ta ankohesh. Ja, thonë, do heqin fëmijët të paktën, thonë, ne heqin fëmijët të çojnë jashtë. Këtë bëjnë të paktën. E ti çfarë më bezdis mua, kam vërë shumë herë që ka patur shqiptarë që kanë jetuar jashtë, kanë studiuar jashtë, janë kthyer këtu dhe kanë bërë po të njëjtën gjë siç bëjnë dhe ata shqiptarët për cilët ata janë ankuar. Pra në fundit kush është ndryshimi? Nëse në fundit arsimimi i mirë të blen për diçka. Të bësh një hap para, pra bën një sakrificë jo të vogël. Thjesht fakti që je larg familjes është shumë i dhimbshëm dhe këtë e kam provuar vetë dhe me siguri. Sidomos viti i parë në Amerikë nuk ishte ditë që unë, sikur 10 minuta qerekore të ulesha dhe të qaja. Qaje? Kam qarë shumë. Sa ndonjëherë i them Wolfit, okej, atje të paktën ishim të dy të huaj dhe në një farë mënyre, ku shikoja që dhe Wolfi ishte larg familjes ti, jo se ngushëllojsha, po kisha një shok dhimbjeje në një farë mënyre. Po kur u kthyem në Vjenë, pastaj për shembull, më bën përshtypje tani kur kalojmë për në punë ndonjëherë, Vjena është gjithmonë duke u riparuar dhe i ke rrugët e bllokuara. Po kjo më bëri përshtypje edhe mua. Po çfarë?